Jemi në bllokun e 4 dhe tashmë do të mësojmë pak më shumë për gjeopolitikën. Flasim për monografinë Gjeopolitika ruse në Evropën lindore dhe juglindore të autorit profesor doktor Enver Bytyshi, e cila është botuar nga shtëpia prestigjioze angleze Cambridge Scholars Publishing në Londër. Libri trajton ndikimin historik dhe bashkëkohor të Rusisë në Evropën lindore dhe Ballkan, me fokus të veçantë tek Ukraina, konflikte gjeopolitike dhe ambicjet konspiracioniste të Kremlinit, në fakt ekspansioniste të Kremlinit, të cilat në momentet caktuara mund të na tingëllojnë edhe si konspiracioniste. Por sa aktuale janë këto zhvillime sot dhe çfarë mesazhi sill kjo vepër në kohën e tensioneve të reja globale, na tregon vetë autori i saj Enver Bytyshi, të cilin kemi nderin ta kemi në lidhje direkte këtu në Kosova Today. Zotri Bytyshi, kënaqësi ju kemi në Kosova Today, faleminderit për prezencën. Kënaqësia është e imi, amiku im. Faleminderit shumë, sepse ne trajtojmë shpeshherë ngjarje dhe zhvillimet në gjeopolitik, por të kemi perspektiva më të qarta se si reflektojnë ato më pas në Ballkanin Perëndimor, specifikisht në Kosovën që ka çështjet pas zgjidhura me Serbinë. Kënaqësi të kemi një vepër të tillë. Cila është pikpamja juaj për ata që nuk e kanë në dorë në fakt librin? Libri është një punim që ka zgjatur për vite të tëra, pasi kam punuar shumë gjatë për grumbullimin e të dhënave dhe fakteve, duke analizuar nga pikpamja historike dhe aktuale ndikimin dhe prezencën e faktorit rus në Europën lindore dhe juglindore. Siç e thatë edhe ju, dy pika janë themelore. Ngjarjet në Ukrainë, shoqëruar më parë nga ngjarjet në Gjeorgji, në rajonet të tjera, si dhe ngjarjet në Ballkan, dhe sidomos në Ballkanin Perëndimor. Që nga shekulli i 18, sipas testamentit të carit të Rusisë Pjetri i Madh, politika e jashtme e Rusisë, gjeopolitika dhe strategjia e saj janë orientuar në Europë, në Europën lindore dhe juglindore, por edhe në Europën perëndimore. Deri në këtë kohë, ngjarjet tregojnë se Rusia ishte orientuar në lindje të saj, drejt Mongolisë, drejt territoreve aziatike, në juglindje të saj, drejt Kaukazit e kështu me radhë. Por, mbas këtij shekulli deri më sot, ka funksionuar dhe është zbatuar doktrina dhe testamenti i Aleksandrit të Madh. Deri në ditët e sotme. Libri pasqyron shumë saktë dhe shumë qartë se cilat janë idetë, cilat janë lëvizjet e sotme me të cilat Rusia pretendon dhe synon të shtërrijë ndikimin, influencën dhe hegemoninë e saj në Europën lindore dhe juglindore. Teoricieni dhe ideologu i kësaj gjeopolitike sotme të Rusisë është Aleksandr Dugin. Në vitin 2012, ai shpiku për herë të parë idenë e botës ruse, idenë e botës slave dhe idenë e botës ortodokse, bazuar në këto tre elementë, të cilët kanë ekzistuar në të gjitha kohët e mëparshme, sidomos në shekullin 19 dhe në shekullin 20. Aleksandr Dugin ndërtoi politikën e jashtme të Rusisë dhe gjeopolitikën e saj për ekspansion në Ukrainë, në Gjeorgji fillim, pastaj në Ukrainë, për kërcënim ndaj vendeve të tjera të lindjes, sidomos kundër Moldavisë, por edhe kundër vendeve balltike, Finlandës, Suedisë, si dhe për kërcënim ndaj vendeve të Ballkanit dhe sidomos të Ballkanit Perëndimor. Por zotë Bytyshi, a i keni marrë parasysh ndryshimet e fundit në terren midis Rusisë dhe Ukrainës, sepse natyrisht muajt e fundit ka pasur një avancim të suksesshëm të Ukrainës drejt Rusisë, ndërkohë që sot në fakt natyrisht s'lidhet me librin, por saqë më po bazojmë në deklaratë të Zelenskit që sapo pas ka dhënë që Rusia po planifikon një sulm masiv për faktin se po e di që po humbet pra në avantazhin e saj në luftë. A keni marrë parasysh këto ndryshime të pozicioneve?
Libri në Shqipër është votuar në vitin para 3 vitesh dhe natyrisht ka marrë kohën e vet që të përkthehet, të përgatitet dhe të votohet në Cambridge. Në Cambridge interesi ishte shumë i madh, bordi i profesorëve e vlerësoi me nota shumë pozitive dhe përpasoi vendosën që ta votojnë. Është libri i tretë i imi që votohet në Cambridge. Libri i parë është Coercive Diplomacy of NATO in Kosovo. Libri i dytë flet për marrëdhënie shqiptaro-kineze në vitet 60-78. Por në këtë libër përfshihen të gjitha ngjarjet që janë zhvilluar deri në fund të vitit 2022, përfshihen dhe agresionin e Rusisë kundër Ukrainës. Por më së shumti, sa i përket Ukrainës, libri përfshin ngjarjet e aneksimit të Krimes, si dhe ngjarje të tjera që janë zhvilluar. Dhe zotri po, sepse do doja nga kureshtja, nuk i kemi pas mundësin të diskutojnë për këtë çështje së bashku, dhe unë kam pasur rastin që në kohën e fillimit të asaj lufte të jem pranë saj, pranë Ukrainës, do doja të di realisht në këndvështrimin tënd, pse dështoi plani treditor apo një javor i Putinit në Ukrainë? Dështoi sepse Putin e mbivlerësoi veten, dështoi sepse Vladimir Putin ndërmori një agresion duke nënvlerësuar forcën dhe qëndrueshmërinë e qytetarëve të Ukrainës. Ai pa menduar se në Ukrainë do të pritej me lule, do të pritej me ovacione, me duar trokitje, pasi që në këtë vend ka një minoritet jo të vogël, por edhe një vokacion pro-rus, historik por jo aktual, si që rezultojnë nga qëndresa e Ukrainës. Dështoi sepse qëndresa e Ukrainasve i dha kohë perëndimit Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendeve anëtare të NATO-s që ta ndihmojnë Ukrainën me armatime dhe forma të ndryshme me qëllim që ajo të përballojë agresionin rus. Dhe, zotri Bytyqi, tash na lind edhe një pyetje tjetër. E kemi shikuar dhe e kemi ndjekur me shumë kuriozitet këtë çështje, sidomos në 2 vitet e fundit prej që ekziston emisioni Kosova Today. Dua të di nëse Rusia në këndvështrimin tënd është e gatshme ekonomikisht dhe ushtarakisht në fakt, që një betejë të cilën kishte pritur ta mbyllte për një javë, ta vazhdoj për më shumë se 5 vite. Ka ende fuqi të vazhdoj? Ka kondicion Rusia ende për këtë betejë? Është përmendur në libër fakti se ministri i mbrojtjes i Gjermanisë në ditën e dytë të agresionit rus në Ukrainë pati thënë ambasadorit të Ukrainës se pse kërkoni ndihmë, ju nuk mund të rezistoni asnjë javë. Në fakt ndodhi e kundërta. Dhe përpasoj mund të them se forca ushtarake e Rusisë në pikpamje konvencionale rezulton të jetë shumë e dobët. Presioni i Rusisë dhe bazohet në forcën bërtamore të saj, nuk bazohet në forcën ushtarake, nuk bazohet as në potencialet ekonomike, madje as në potencialet demografike. Në potencialin ekonomik mund t'ju them se sipas studimit dhe sipas asaj që kam pasqyruar në libër, GDP-ja e Rusisë është e barabartë me GDP-n e Koreas së Jugut. Madje Korea e Jugut ka diçka me 0.1 ose 0.2% më shumë se sa Rusia. Çka do thotë që pa një ekonomi të bazuar, është e pamundur të fitosh luftra dhe sidomos luftra të gjata. Megjithatë, në ditët e sotme, Vladimir Putin i kanë ardhur në ndihmë konfliktet e tjera që janë zhvilluar në rajonet të ndryshme dhe sidomos në lindjen e mesme. Unë kam bërë vazhdimisht pyetjen pse Vladimir Putin lejoi që Siria të ikë nga durët dhe pse nuk reagoi kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli sulmuan Iranin. Në fakt, interesi rus ka qenë dhe mbetet konfliktin në linjën e mesme me qëllim që të tërhiqet vëmendja nga lufta që ajo zhvillon kundër Ukrainës dhe të dobësohet mbështetja e perëndimit dhe sidomos së Shtetit Bashkuar të Amerikës ndaj Ukrainës. Prandaj dhe Kremlini ka heshtë në një farë mënyrë dhe në disa raste është pajtuar me ndërhyrjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme, duke lëshuar pozicionet e saj të forta që ka patur
para rënies së regjimit të Asadit ose para luftës në Iran. Mbas luftës në Iran, unë shoh, megjithëse si Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë fituar luftën, unë shoh që edhe pozicioni i Rusisë dhe i Moskës është dobësuar. Është dobësuar sepse në këtë luftë, me sa duket, Kina përdori autoritetin dhe forcën e saj për të qenë më afër Iranit dhe përfundimisht Irani ka ndryshuar balancën në kuptimin e marrëdhënieve më të ngushta me Kinën se sa me Rusinë. Në këtë aspekt mendoj që Rusia po e shfrytëzon konfliktin në linjën e mesme, jo vetëm për të dobësuar ndihmën perëndimore ndaj Ukrainës, por edhe për të forcuar ekonominë e saj. Mos harrojmë se kriza energjetike dhe rritja e çmimeve të naftës është një burim të ardhurash financiare të jashtëzakonshme për Rusinë, mbasi ajo e vetmja gjë që eksporton është gazi dhe burimet energjetike. Dhe rritja e çmimeve e bën ekonominë ruse më të fuqishme. Prandaj Kremlini ka shumë interes që në linjën e mesme të vazhdojnë konfliktet dhe ai të zgjas sa më shumë jetën e vet pas këtij agresioni në Ukrainë. Dhe zotri Bytyqi, kjo do të jetë edhe pyetja ime e fundit për ditën e sotme, gjithmonë duke u bazuar në përmbajtjen e librit dhe njohuritë e juaja për atë pjesë të globit, do doja të di në këndvështrimin tënd duke marrë parasysh për bazë të gjitha këto që sapo that në raport me energjinë. Mendoni se kjo luftë do të zgjas apo mendoni se do të përfundoj në qershor, një datë e cila është hedhur disa herë dhe pastaj gjithmonë është vënë në pikpyetje? Është fjala për luftën në Ukrainë apo në Iran? Jo, për luftën në Ukrainë është fjala në këtë pyetje. Sa i përket Ukrainës, unë mendoj që lufta do të zgjas. Sigurisht nuk do të zgjasë pafund, por shikoj që Moska po mobilizohet për të bërë një goditje masive, sidomos në kryeqytetin e Ukrainës, me shpresën se ajo do ta nënshtrojë dhe gjunjëzojë Ukrainën. Ukrainasit kanë përshtypjen se nuk gjunjëzohen dhe nuk nënshtrohen. Përpasoj, mendoj që aksionet ushtarake të Rusisë në Ukrainë do të dështojnë. Dështimi i këtyre aksioneve do ta çojë Rusinë në tavolinën e bisedimeve për të dhënë fund luftës dhe për të biseduar për paqe. Se mbështetje do të ketë Rusia në këto bisedime dhe sa fuqi do të ketë ajo të imponohet për një rem të ri ose për rezultatet e pas luftës, ne do ta shohim, por sinjalet janë se Rusia duket tashmë si një fuqi e madhe e dobësuar. Fakti që Kina ka marrë një përparësi shumë më të madhe në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në partneritetin e saj me Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të thotë se Rusia ka qëndruar mbrapa dhe qëndron shumë mbrapa Kinës në raport me ndikimin që këto dy vende, këto dy fuqi kanë në botë. Ndopsimi i ndikimit rus do ta çojë atë në paksimin ose si thua në dobësimin e rezultatit të fitores në Ukrainë. Dhe u bëft ashtu, zotri, u bëft zotri Bytyqi, ashtu siç është më së miri për popullin tonë. Fundja secili mendon për veten e tij, edhe ne shqiptarët themi le të bëhet ashtu si na konvenon neve më së miri. Për të gjithë ju që dëshironi me pas detaje shtesë për librin, mbase se tani krejt në fund zotri Bytyqi na tregon se edhe ku mund të bijmë në këtë libër, ku mund ta porosisim zotri Bytyqi. Në gjuhën shqipe libri është në disa librari edhe në Kosovë dhe në Prishtinë, por edhe në Tiranë, ndërsa në gjuhën angleze libri gjendet përveç se në shtëpinë botuese të Cambridge-it në Londër, në Amazon dhe në shumë adresa të tjera, mjafton të hyjet në Google dhe të dalin me 10 adresa se ku mund të gjendet ky libër në gjuhën angleze. Por shpresoj që edhe në Shqipëri kemi një numër kopjesh të caktuara të cilat
ti adresojmë për tregun shqiptar në Kosovë dhe në Shqipëri. E qartë. Faleminderit shumë, zotëri Pytçi, kënaqësi për herë të kemi program. Urojmë shumë që të kemi edhe intervista të tjera për zhvillimet politike në Kosovë, kurdo që ju keni kohë, do të ndjeshim nderuar. Faleminderit. Faleminderit juve dhe një ditë të mbarë. Kënaqësi të zhvillonim një intervistë me profesorin Emre Pytçi, bashkë kthehemi vetëm pas pak.